Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Personat që pinë kafe turke çdo ditë duhet urgjent ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Të gjithëve na ndodh që dita jonë të nisë me konsumimin e një kafeje në mëngjes. Kjo ndoshta na hap sytë dhe na fal energji për të vazhduar ditën dhe punën. Me shumë siguri, ju nuk i dini këto sekrete të kafes. Kafja turke nuk vjen nga Turqia si vetemri. Nëse mendoni se kafja turke quhet turke, sepse në fakt ka origjinën nga Turqia, gaboheni. Provat historike tregojnë se kafeja turke ka nisur të konsumohet në Yemen në shekullin e 15. Më pas ajo u përhap në Kairo dhe në Mekë. Historianë të njohur tregojnë se në vitin 1640 në Konstantinopol është hapur kafeteria e parë. Cilësia qëndron tek ajka. Kafja e mirë turke dallohet tek ajka e cila krijohet në krye të filxhanit. Ajka e ndihmon kafen të qëndrojë nxehtë për një kohë të gjatë. Ajo duhet të jetë e butë dhe njëkohësisht me bulsa. Kafja turke duhet që të konsumohet gjithmonë me ujë. Kafja turke shoqërohet me një gotë ujë sepse uji do t'ju ndihmojë të ndjeni shijen e vërtetë të kafes dhe do të bëjë pastrimin e qelzës nga llumi i cili ngelet në fund. Kafja turke do një llokum. Rituali i kafes turke nuk quhet i plot nëse nuk konsumohet me një llokum. Ai shton ëmbëlsinë dhe e plotëson. Kafeja me krip. Në kulturën turke, nëse duhet të përcaktohet burrëria e dhëndrit, atëherë në kafen e tij shtohet krip. Vajza bën kafen dhe sasia e kripës tregon interesin. Nëse kripa është e tepërt, atëherë çifti nuk është për njëri tjetrin. Nëse kripa është në nivele mesatare, vajza ka interes, ndërsa kur vajza ka hedhur shumë pak krip në kafe, atëherë ajo është e gatshme për të martuar. Dhëndri duhet që ta pi kafen e përgatitur në mënyrë që të quhet i gatshëm për martesë. Ndërkohë, ne këtu do t'ju tregojmë se cilat janë të mirat e kafes turke në shëndetin ton. Kafja turke është një ndër pijet më të konsumuara dhe pëlqehet në shumë vende të botës. Kokrat e kafes janë të kultivuara më së shumti në Amerikën Latine, në Azinë jugperëndimore dhe në Afrikë. Një filxhan kafe mund të sjellë dridhje duarsh dhe ankth për ata të cilët nuk janë mësuar që ta pinë. Nga ana tjetër, kjo kafe është tepër e shëndetshme në qoftë se konsumohet me mas 2 filxhan në ditë. Cilat janë disa nga përfitimet e pirjes së kafes turke? Vigjilenca dhe përshëndrimi. Shpesh ne kemi parë student që një javë para provimit konsumojnë kafe turke. Edhe pse nuk është e fortë si disa lloje të tjera kafeje, ajo është mjaft e fortë për të na mbajtur zgjuar dhe të përqendruar në punën tonë. Kafeina, të cilën e përmban kafeja, është një stimulues i njohur i trurit, ku rrit vigjilencën dhe shton vëmendjen dhe zgjuarsinë. Një filxhan kafeje në ditë gjithashtu mund të rritë edhe nivelin e procesimit të informatave. Reduktimi i sëmundjeve të gjirit. Sipas disa studimeve, pirja e më shumë se 4 filxhan kafe turke në ditë ndihmon në uljen e rrezikut të sëmundjeve të gjirit. Diabeti. Konsumimi i kafes është potencialisht proaktiv kundër zhvillimit të diabetit të tipit 2 tek gratë në moshë të re dhe tek ato në moshë mesatare. Sëmundja e Parkinsonit. Konsumimi i rregullt i kafes zvogëlon rrezikun e sëmundjes së Parkinson. Gjithashtu, edhe pse është e njohur dhe e dashur nga e gjithë bota, kafja turke është rëndësishme edhe për kulturën tonë. Kafja turke është e famshme në të gjithë botën, jo vetëm për shijen dhe stilin e veçantë të përgatitjes, por edhe për aftësinë, gjithashtu
për të treguar të ardhmen për ata të cilat besojnë në rrëfenjat e saj. Nëse në botë besohet se dashuria kalon nga stomaku, në perandorinë turke të ditëve të sotme, dashuria kalon në filxhanin e kafes. Në kohën e sultanëve, hire dhe aftësia e bërjes së kafes ishin çelësi i suksesit për humor të mirë. Në ditët e sotme, një nuse e re arrin të befasoj bashkëshortin dhe falë cilësive në përgatitjen e një filxhani kafeje me kajmak. Mjeshtëria në përgatitjen e kafes turke. Atëherë, përgatitja e një filxhani me kafe turke nuk është diçka e cila duhet bërë shkelesh kohë. Përpara përgatitjes, një anvis duhet të ketë të gjitha pajisjet e duhura: kafen pluhur, xhezven, filxhanin, lugën e drurit, sheqerin dhe ujin. Bluarja e kafes. Kafeja e bluar e freskët është çelësi i suksesit të një filxhani të shijshëm. Zakonisht anvisat mbajnë në shtëpi mulli kafeje të përmasave të vogla për të prodhuar kafen pluhur njësoj si kakao. Sasitë e mëdha duhen ruajtur në një enë qelçi të mbyllur hermetikisht. Servirja. Servirja po ashtu është një aspekt tjetër mjaft i rëndësishëm i shijimit të kafes turke. Ajo serviret në filxhan më të vegjël se ajo e kafes espres. Çdo anvis e di se sa lezeton kafeja turke e servirur në filxhan tepër të bukur dhe të hijshëm. Xhezveja. Gjithashtu edhe xhezveja duhet të jetë prej bakri ose inoksi. Ajo rekomandohet të jetë e vogël, kur në të cilin mund të përgatisni maksimumi 1 ose 2 filxhan kafeje. Sheqeri. Ekspertët thonë se sheqeri duhet hedhur në fillim të përgatitjes të kafes. Kjo është arsyeja pse pyetja e parë që bëhet në porosinë e kafes është sa e ëmbël duhet të jetë ajo. Anvisat shqiptare pinë kafe të mesme, që do të thotë me një sasi mesatare sheqeri. Kjo sasi përkthehet te 1 ose 2 kubik sheqeri ose një lugë gjysmë çaj me sheqer. Ujë. Filxhani ku do të serviret kafeja përdoret si një matëse për ujin. Nëse do të përgatisësh 2 filxhan kafe, atëherë në xhezve duhet që të hidhni 2 filxhan me ujë. Përgatitja. 1 filxhan ujë kërkon 1 lugë të drurit kafe me pluhurin e sapo bluar. Ekspertët rekomandojnë lugën e drurit sepse ajo metalike ndikon tek shija e kafes. Kafeja nuk duhet përzirë kur hidhet në xhezve, ajo duhet lënë të tretet vetë në ujë. Më pas shtohet sheqeri në varësi të ëmbëlsisë që ju dëshironi. Kafeja duhet të zirë në një temperaturë të ulët dhe për këtë kërkon kohë dhe durim. Kafesi duhet qëndruar mbi kokë, por nuk duhet përzirë. Me kalimin e sekondave, sheqeri dhe kafeja do të shkrihen me njëri tjetrin dhe do të formojnë pijen e shumë dëshiruar. Kur kafeja nisë dhe të formohet, mund t'i jepni një përzierje të lehtë me lugë druri, por pa shpërqendruar bulzat. Shtresën e parë të kafes të valuar mund ta hidhni në një filxhan dhe më pas së xhezven ta ktheni përsëri në zjarr. Me valën e 2 dhe të tretë, kafja do të ketë një shije më fantastike dhe servirja do të jetë e denjë si për një sultanesh. Pra, gjithmonë kujdesuni që çdo gjë ta kryeni në mënyrën e duhur dhe do ta shijoni akoma dhe më shumë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mikut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.